Imani është domethënë në zemrën e njeriut, me gojën e tij dhe me gjymtyrët e trupit. Edhe kjo ka ardhur në një hadith. Prandaj domethënë thot Ibn Abi Dawudi rahimahullah, ala qaulin nabiy musarrahu. Këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në mënyrë të prerë dhe të qartë. Te hadithi e Abu Hurajrës, ku thotë Abu Hurajra radiallahu anhu se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, imani është 60 ose 70 dek. Më e larta çka është? Shahadatun la ilaha illallah. Dhe më e ulta çka është? Largimi pengesës prej rrugës. Dhe el haya, turpi është prej imanit. Shahadatun la ilaha illallah, me çka vepron njeriu? Me gojën e tij. Largimi pengesës prej rrugës, me çka e bën? Me dorën e tij. Është pjesë e gjymtyrëve të trupit të tij. Dhe el haya, turpi është domethënë në zemrën e tij. Domethënë këtë hadith është hadithi i prerë dhe i qartë se imani domethënë është bindje në zemër, shprehje me gojë dhe të vepruarit me gjymtyrët e trupit. Kjo është domethënë definicioni dhe këtë e kemi mësuar dhe kemi pa prej imamllarëve të sunetit. Shtohet imani, rritet imani me bindje, duke vepruar domethënë namazin, agjerimin, haxhin, zeqatin, vepra tjera të mira, lëmosh, sadaka, shtohet imani. Dhe paksohet kur njeriu vepron mëkate.